Unë nuk kam ardhur për të shfrytzuar as ligjin, as profetët, por thotë, masandaj, as një pikë, as një jote ligjit nuk do të kalojë, derisa gjithçka të plotësohet lavdiatit, nuk do të kalojë, se ligji i është i përjetshëm, sa jep për atë autoritetin që po flisim pak më përpara, kur flet që do jap autoritet mbi qytetet me kombet, kujt? Në qoftë se thotë do zbatoni urdhërimet e Atit në Mateu 5, çfarë kishte Mesia vëlla motër? Kishte filluar, ka mbaruar Bibla, është vullosur kanoni. Ne Mateu 5 kemi fillimin e ministrisë së tij. Ne Mateu 4:4 në tundimin që ai pati na drejtoi tek Ati për të jetuar nëpërmjet urdhërimeve të tij nga çdo fjalë që del nga goja e Elohim, që citovi ke. Ligjin e përtërirë 8:3. Masandaj ne Mateu 5:19 thotë në qoftë se zbatoni urdhrimet e Atit, në këtë rast dhe thyeni këto më të vogla, do të jeni më të vegjël në mbretërinë e qejve. Po kush i zbaton dhe ja mëson të tjerëve, do të jetë më i madh në mbretërinë e qejve. Ajo autoritet, ajo delegim që Mesia do japi në 1000 vjeçarin, që të mësohet kombe ligji i Atit për ata që janë brenda, që kanë marrë trupin hynor, nuk do mëkatojnë në me, do ta praktikojmë ligjin e tij në mënyrë të përsosur, mishi është hequr që nuk do të nënshtrohet ligjit, Romakët 8:7. Prandaj sot nuk zbatojmë urdhrimet e Atit, sepse është mishi në mes dhe nuk i besojmë që urdhrimet e Atit janë të vërteta, të mira, të drejta, të shenjta, zgjerojnë zemrën, japin urtësi, japin shpërblim, na mbajnë larg nga mëkati. E kam mbrojtur fjalën tënde që të mos mëkatoj kundra teje, tha Davidi. Kë fjalë kishte Davidi atje? Ishte ligjin e përsosur, vetëm një person që foli më shumë për urdhrimet për ligjin e Atit dhe ishte me zemër ndaj, ishte personi që Ati e kategorizoi duke thënë ky është biri im që e kam pranë zemrës time. Ishte me zemër ndaj Atit, i vetmi person që foli më shumë për urdhrimet e Atit. Mbreti David, që thotë kam mbrojtur urdhrimet tënde, fjalën tënde, që të mos mëkatoj kundra teje, sepse mëkati është shkelja e urdhrimeve e ligjit. Levitiku 4:2, para Gjoni 3:4, që apostulli Johanan Gjoni po citonte Levitikun 4:2, që ishte familjar, ishte i mirënjohur me librat e Atit, dhe me ato libra masandaj që dimë që janë hedhur tutje nga farisinjtë në shekullin e dytë, që implementuan masandaj të njëjtën kohë reformiste duke i lënë jashtë, ndërkohë që në 1611 ishin brenda profecitë që fliten për Mesian, që u dekretuan nga profeti Enoku dhe Mojsiu dhe profeti Ezra dhe të tjerë.